Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. E sot e kam nderin të kem studion plot me të ftuarit si përpare Muka, Besport Tofaj, Dafina Marku dhe Gjafer Sakulli, të gjithë pjesëmarrës dhe organizues, po ashtu kryetari i organizatës jo qeveritare Plus Kojt, ku së fundmi ata kanë pasur edhe tribunën shkencore, qershorët e kthesave historike të shqiptarëve, ku fillimisht do të diskutojmë rreth këtij aktivitete. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në studio, faleminderit që keni gjetur kohën. Përshëndetje dhe shënaqësi jemi në mediumin e juaj DTV dhe në programin e tuaj ADEA. Gjithmonë e kemi kënaqësinë ju pas ju këto për me diskutu këto çështje, sepse me të vërtetë duhet t'i japim sa më shumë vlerë dhe fokus, sidomos në media, sepse mediat me të vërtetë kanë fuqinë e tyre. Vërtet na si kryetari i organizatës Plus Kojt duhet të falenderoj shpirtërisht televizionin e juaj për shkak gjithmonë na ka mbulu me aktivitetet tona dhe gjithmonë e ka pasqyru para opinionit punën dhe aktivitetet tona. Andaj e vërtet si nëmën gjithë stafi dua t'ju falenderoj spari juve si moderatore këtij programit që na jepni hapësirën për diskutu për temat, aktivitetet dhe eventet që kemi bajt. Ne sot si aktivitete kemi pas një temë shumë të ndjeshme që kemi titullu Qershori i kthesës historike të shqiptarëve, e cila është mbajtur në Obiliq, ku kanë qenë të ftuar profesor të trevave shqiptare. Nuk kemi fokusu që të ftojmë vetëm nga Kosova, po të përfshijmë gjitha vizët tona shqiptare kudo që janë, e që sot me ne janë profesoresha Davida Marku dhe profesori nga Trupoja Besport Tofaj. Në anën tjetër kemi edhe antarin e kryesisë, në erish profesor magjistër Gjafer Sakulli këtu me ne, cili do të letë pak ma gjënësisht për pjesën e truezës që kemi majtur sot në Obiliq. Atëherë të kalojmë tek profesori Gjafer, a mundesh me tregu më shumë për pjesën e truezës sot? Fillimisht përshëndetje për televizionin DTV, sepse në gjitha aktivitetet që i kemi pas deri tani, ka qenë pjesë e jonja e pandashme, prandaj një falenderim të veçantë shkon edhe për këtë medium. Që si që thatë jo, pa mediumi është një shtyllë e 4 në shtet, prandaj duhet ta vlerësojmë dhe ta çmojmë, dhe në këtë mënyrë si organizat ne vlerësojmë punën e juaj dhe kontributin që jepni në përcjelljen e aktiviteteve tona. Ne si kryesi e punës kemi vendosur që edhe qershorin mos ta lëmë pa një aktivitet. Në bashkëpunim me komunën e Obiliqit e kemi organizu tribunën, si që thatë ju, qershorët kthesë historike të shqiptarëve. E kemi quajtur qershorët sepse nuk është vetëm një qershor, po ka shumë qershorë që kanë kontribuar dhe kanë dhënë një histori të gjatë për shqiptarët. Prandaj kjo është ke ideja që ne ta quajmë qershorët e kthesës historike për shqiptarë. Kemi filluar që nga betejë e Kosovës, që ka qenë me datën që sipas burimeve është me datën 28, ne kemi mbajt me datën 29 ngjarjen tribunën, me qëllim që hipotezën serbe ta hedhën poshtë, sepse është një ngjarje që nuk i ka taku vetëm një popull, po i ka taku një pjesë më të madhe të popujve në përgjithësi që kanë jetuar në atë kohë në këto troje, e në veçanti shumicë në këto troje shumicë kanë qenë shqiptarët. Prandaj hipoteza serbe është se ata e kanë mitizuar këtë ngjarje, ne kemi munduar që përmes kësaj tribune ta hedhëm poshtë teorinë që është teori jo shkencore, sepse në këto troje në atë periudhë kryesisht kanë jetuar shqiptarët, prandaj edhe betejë në pikpamje edhe historike, edhe në pikpamje të burimeve, i ka taku pjesa më e madhe shqiptarëve, edhe pse ka qenë një aleancë e gjithë popujve të Ballkanit. Në këtë konferencë ka janë marrë pjesë 20 veta me kombëtesa, kryesisht janë përqendruar në betejën e Kosovës, por kemi pas kombëtesa edhe që u ka kushtuar ngjarjes se lidhë shqiptarët prizrenit që kanë ndodhur qershor, revolucionit demokratik të vitit 1924 të kohës të Fanolit, pastaj qershorët e lirisë të luftës të fundit e kështu me radhë. Jo, po ashtu e përmendim fakt zotri Uka,
sepse sot jemi përfshirë, po ashtu edhe profesori Besfort dhe Davida, e cila me të vërtetë ka pasurua dhe ma shumë bledhen e sotme. Ne, të më thonë, prej atyre 20 komtesave, nuk i kemë, studiusit cilë kanë marrë pjesë me punimet e tyre, nuk kanë qenë vetëm nga Kosova, por kanë qenë nga, më thonë, një farë mënyrë gjithë kombëtare, sepse kemi nga Shqipëria profesoreshën e nderuar David, që është bashkëpunëtore e Jonja, në çdo ngjarje është pjesë e Jonja, do të thonë, ne ata nuk e kemi Shqipëri, se kemi tonën, sepse është pjesë e Jonja. Kësaj herë na ka nderu edhe Besforti, edhe me kombëtesë, edhe me pjesëmarrje. Është Tropojan, mendoj që edhe ka territori edhe Tropojan që janë si pjesë e Kosovës pandashme, kështu që po, në një farë mënyre gjithë kombëtare, sepse kemi pas kombëtesë edhe prej Preshevës, por një profesor për arsye shëndetësore sot s'ka mund tjetë, por kombëtesën e ka pas dhe besoj që gjitha këto punime që sot janë paraqit para opinionit, shumë shpejt do të gjojnë për krajen edhe do të bëhen libër, sepse është premtimi që do të botohen nga komuna e Obiliqit. Këtë rast du me falenderu edhe nën kryetarin e komunës, zotin Berat Gashi, cili ishte prezent dhe përshëndeti të bimin, pastaj për shkak të aktiviteteve tyre politike nuk ka qëndru deri në fund, por pjesë e kësaj tribune ishte edhe nën kryetari komunës, kështu që vërtet pjesëmarrja është ajo kryesorja. Jam shumë i bindur që këto për thëmë me një qëllim, dhe qëllimi është që ata e din që duhet gjitha këto kombëtesat, gjitha këto punime edhe gjithë aktiviteti këtyre studiuzve do të gjoj dritën në një libër dhe besoj shumë shpejt do të arrim qëllimin që herën tjetër do të vim edhe me promovimin e librit këtu në studion e juaj. Pa tjetër. Desha të kaloja tek profesoresha Davida. Si kalove sot? Mirë, shumë mirë, herë ju falenderoj për tesën ose për publikimin e kësaj konference. Aq të vyrë, falenderoj organizatën Plus Kult, që u bë kohë e vite që ne jemi bashkëpunëtor dhe kemi bërë memorandum për, do më thënë, për bashkëpunimin e përbashkët të kulturës, të nivelive që na nevojite çdo aktivitet. Dhe është një kënaqësi e jashtëzakonshme kur organizatat bashkëpunojnë me njëra tjetrën, po duke pa që ne nuk kemi as një përkrahje apo mbështetje, dhe kur këto pasqyrohen fal mediave, janë akoma më të vlefshme në komunitet edhe për ne si punonjës ose si organizues të këtyre eventeve, është mrekulli. Muaj qershor tregon japin një rëndësi të veçantë, sepse duke i lënë pasive, dhe me thënë, vetë strukturat qeveritare që ofta ndej që ofta këtej, nuk mund të themi që mund të kemi hapa pa pas ju, pa pas bashkëpunime, pa pas vlera që pasqyrohen diku, sepse jo gjitha i vënë në pa asnjë lloj subjekti. Pikërisht bashkëpunimi me profesorët të profesoresha të ndryshme është ajo kryesorja. Patjetër, kombëtesat ishin një vlerë jashtëzakonshme që tregojnë data historike, data të vujtjeve, data që është vendimtare e ndarjes luftës, marrëdhjen e NATO-s që ka bën një ndarje të një zhvillim demokratik të Kosovës, duke pa edhe qëndresën e shqiptarëve asë kohe, që 99 ka qenë një tmerr edhe përveç se juve, këto ka qenë edhe për ne, duke pa edhe situatat edhe nga afër, edhe nga njerëzit që i kemi pas andeje nga lëvizjet Shqipëri-Kosovë, por na dha një forcë të përbashkët që janë përballu gjithçka dhe ja ku jemi. Dhe pikërisht në fakt po është një mësim edhe për gjenerata të reja, sepse ne ndoshta që nuk kemi qenë gjallë në atë kohë, nuk e dim atë terrorin që është përjetuar me të vërtetë. Patjetër, unë kam edhe fëmijë të mi që janë moshë që kanë lind atë vit, dhe kur i tregojmë historitë e këtyre është një tmerr jashtëzakonshëm dhe ne jemi shumë të lumtur që vim aq të qetë, aq bashkëpunues me Kosovën. Jemi të lirë me fjalë dhe duhet që të kemi sa më tepër organizime të tilla, sa më tepër mbështetje të gjithanshme, nuk them se ne do punojmë aq sa mundemi. Por mos kemi barriera dhe nga tjerë, kemi përkushtim të jashtëzakonshëm. Sidomos sepse ju nga Shqipëria keni ardhur nga Shqipëria, unë jam drejtoreshe qendrës sociale e Del,
jam pedagoge gramatikës Shqipe në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrësit, kam angazhime edhe në Akademinë e Shkencave, kam komunitet veprimtari plot që veç vlerësimi atyre nuk du të ma di as kush tjetër, vetëm shtresat të cilat u jam gjetë pranë çdo nevojë që kanë pas. Po, dhe përkushtimi juaj të shihet. Përkushtimi i mediave, sidomos i juve, që është e dyta herë që unë vi këtu, edhe mediat në Prishtinë edhe në Shqipëri, janë një hap shumë i rëndësishëm për ne që pasqyron atë që bën dhe ndjen veten që rreth vetes për punën që bën është dikush që të vlerëson. Po. Faleminderit. Doja të kaloja edhe tek profesori Vesford. Ty përshëndes dhe ty falenderoj sepse jeni një pasqyrimi kryesor i aktivitetit për të po edhe nga edhe brenda edhe jashtë trojave shqiptare këto nismat mëdhaja për kombin tonë. Unë du të falenderoj Zotin për këtë iniciativë dhe për bërë të mundur pasqyrimin e luftarve në vazhdimsi. Unë vërtet jam nga Tropoja, drejtoj një shoqat bamirëse, por e kam shumë të freskët qershorin e vitit 1998, pasi vija me Kosharen në thyrje në kufirit shqiptar është 1 kilometër vija ajrore nga shtëpia ku unë banoj dhe jetoj aktualisht. E kemi përjetuar çdo plagë, sepse 65.000 motrat e vëllezërit Dardan portën e parë kanë pas për të hyrë në territorin e vet, sepse ne jemi një komb, jemi një gjak, jemi vëllezër si janë, si këton, si naton, unë mund t'i quj më mirë Dardan se kosovarës unë t'i tham, po jam ka tham Dardan se jena një gjak. Vin nga Malësia Gjakos, Tropoja. Me gjithë shpirt duhet ta përgëzoj dhe ta falenderoj për këtë iniciativë të madhe që ka marrë Zoti Përparim dhe plus kulti që drejton, së bashku me stafin e tij, për të gërmuar dhe për të nxjerrë pa luftrat që kemi bën në vite për të mbrojtur territorin tonë, jo për të sulmuar, po për të përzon ata pushtues që kanë ardhur pa drejt, na kanë luftuar pa drejt, sepse mund të them me plot gojën edhe pse nuk e nxjerrin në asnjë lloj shkence tubime shkencore tjetër, asnjëherë nuk jemi një popull që kemi sulmuar. Ne jemi një popull që kemi mbrojtur dhe jemi munduar që brenda territorit tonë, brenda tokës dhe vendit tonë të mbrojmë me fanatizëm, por që nuk na kanë lënë dasha keq edhe armiq që kemi pas tash breza më parë. Kjo nismë është një nismë shumë e madhe sepse do të pasuron ato luftra të mëdha që kemi bën për shtërim me trojave tona dhe njëkohësisht është shumë e dhimbshme sepse shumë luftra që kemi drejtuar janë munduar të na qetërsojnë, janë munduar që të japin një emër dhe një histori dhe një datë tjetër. E kjo nismë e Zotit Përparim dhe plus kulti që drejton është një nismë shumë e madhe dhe duhet të bëhet një shkendi për krejt trojet shqiptare edhe të nxjerrim në pa gjithë ata heronj të gjallë dhe të vdekur për të çuar në amanet vendin e gjithë secilëve, sepse gjaku i tyne, mundi i tyne për pas një Shqipëri barkombëtare të lirë është një amanet për ne dhe më së miri e ka nisë dhe shpresoj që të hapet dhe shpërndahet në gjithë trojet shqiptare. Lidhje me aktivitetin që bëjmë, unë drejtoj një shoqat bamirëse dhe kulturore, njëkohësisht mundohem që të japim kontributin tonë si për familjet në nevojë, njëkohësisht edhe për ndërtimin e ndonjë qendre sociale dhe mbajtjen e aktiviteteve me karakter kombëtar për të pasqyruar aq sa mundemi. Thash edhe një herë, qershori i vitit 1998 do të më shoqëroj për gjatë gjithë jetës të merret dhe barbaritë që kanë ditë të bojnë popujt armiq që i kemi për rrethin. Si tha edhe profesoresha, gëzohem edhe falë Zotit që jemi në tokën tonë Dardanë të lirë edhe po hapim një intervistë pranë mediumit tuaj, duke ju falendëruar që jeni pasqyra dhe dritarja e vetme që e përçon edhe mendoj këto nisma, këto gjana, ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë profesorit, po i them me plot Zotit Përparim dhe gjithë profesorët dhe gjithë stafi i tij, dalshi faqebar dhe Zoti ju ndihmoft për punën dhe nismen shumë të goditur edhe shumë të nevojshme në këto
ndryshime demografike. Krahas gjithë angazhimeve që ju keni prapë gjeni kohën që gjithmonë me qeni dobishëm për shoqërinë. Për mua është nderë që jam mes tyne intelektualve që pasuruan edhe hapin historinë. Unë thash edhe njerë, jam falendrues Zotin për parajim dhe gjithë stafin e tij që më kanë bën pjesë të kësaj nisme të madhe historike për të pasuruar qeshorët, se për fatin e kes na kemë shumë qeshore, nuk është një qeshor a 2 a 10, po mund të jenë qindra, po që janë qeshorët tonë të lavdis. Me shumë kënaqësi, çdo kënd do jetë edhe pjesë bashkëpunuese për aktivitetet më të tujshme, që shpresoj që të kemë edhe mbështetjen e medias, të kemë mbështetjen edhe të pushteteve, si të kufireve fantazmë tani, se falë Zotit tani s'ka kufi më, po inshallah punohet sa më shumë që edhe trojet ngujon trojet shqiptare të bëhen një siç kanë qenë, edhe siç na ka kriju Zoti. Në vërtet, Zotri U ka disa reagime shumë të mira dhe po e shohim që kjo aktivitet i fundit, me të vërtet ka rikthyer e ka plotësuar atë qëllimin se për çka ka filluar. Po, shumë e vërtet që kjo aktivitet i sotit, për shkak se ne se aktivitete kemi rregullisht, se organizat kemi organizu edhe shumë tjera. Po, vërtet, kur të prekësh temat të cilat nuk guxon gjithkusht t'i trajton dhe ke guximin si një shoqëri civile ta angazhosh dhe të provosh t'i zbarsh çdo tema, vërtet, kur e sheh se dul gjithçka në rregull, plotësohesh shpirtërisht për ato çka ke menduar me bë, edhe gjithmonë unë vet nuk do të kisha mujt kur të arrij qëllimet e mia për këtë tribunë shkencore, po mos i kisha miq dhe bashkëpunëtorë që bashkëpunojnë që 6 vite. Në mund të them në falënderim të veçantë, du me dhon për profesorin magjistër Xhafer Cakulli, që gjithmonë është krameje në qëllimet edhe vijat dhe ato dëshiroj t'i trajtoj ku të tjeret nuk guxojnë shumë t'i trajtojnë, edhe vërtet nuk ka mungu mbështetje as e stafit tim, po as vullneti im që t'arrihet qëllimi mirë për gjithë shqiptarinë, jo veç për tokën Pra mund të bardane. themi që është krah juaj djathtë. Është shumë, është vërtet një njeri që gjithmonë e kom pas krah djathtë dhe jam gjithmonë falënderues që Zoti më ka taku mas pari me njerëz të mirë edhe stafi i cilin e përbën kryesia jone plus kulti, jo stafi profesorëve akademikëve, edhe vërtet u bën muni mirë kur çdo aktivitet jonë është vlerësuar në gjitha trevat shqiptare, se gjithmonë pikat tona trajtojnë edhe tema që prekin edhe jashtë kufit. E kështu që është mirë, kur kini urë bashkëpunimi edhe me Shqipëri edhe Kosovë, në kur jemi bashkë, jemi gjithmonë më të fortë edhe gjithmonë del edhe programi edhe aktiviteti del shumë më i mirë. E deri sa ekzistojnë njerëz të mirë në dy anë, besoj se edhe ne do të vazhdojmë punojmë. Si morët guximin që mi prej këto pika, kaq ndjeshme të shoqërisë? Thëmë drejtën, këto tema i trajtoj për shkak se unë jam ne pe dëshmorit mësuesit e Jopuka, si ditë që dhe vërtet ka dhënë jetën për një Shqipëri të bashkuar dhe të lirë. Gjithmonë ndër ati ka qenë që Kosova dhe Shqipëria t'jenë bashkë, po nuk pati fatin ta përjetoj këtë bashkim që ne kemi një kufi, pa i kufi është sfie faqe t'i themi, për shkak se him dalim jemi një trev, një truk shqiptare, kështu që e kam guximin t'i preki temat të tjerë nuk guxojnë, për shkak se rrjedhe për një familjes patriotike, një familje që ka dhënë gjithmonë me gjenerata për këtë vend, edhe nuk njem kur në siklet kur preki temat të cilat shumë akademike, shumë njerëz tjerë nuk i kam preki deri sot. Sepse pikërisht duhet me gjetë atë formulën si më afru, edhe mundemi ndoshta në shumë raste me ka bund diçka të vogël, por para përgatitja jonë dhe analiza, po ashtu edhe bashkëpunimi, kur jemi të rrethuar me personat që janë për të mirën ati qëllimi, atëra nuk kemi se ku me shku gata. Na kur e kemi nisë edhe si temë që ta mbojmë këtë tribunë shkencore, edhe ne kemi stafin tonë mrena kryesisë se debatojmë, kemi pas debate kogjët të vështira gjatë vendimit marrjes e këtij aktiviteti, edhe mrena kryesisë tonë, për shkak se kemi profesora që i vlerësojnë shumë gjanat edhe i shohin gjanat ma largë edhe kanë mësu, po për betejën e Kosovës thënë konkretisht nuk ka shumë dhana, që ti mundesh me dalë me publiku, po fol iniciatives dhe qëllimit që kisha, unë dul krah mrena kryesisë dhe profesori Gjafe dhe arritëm ta
qesi me titullin qeshori kthesës historike shqiptare, që le t'i përfshin të gjitha ato pjesët e qeshoreve heroike shqiptare që kanë triumfu gjithmonë. Ju, kur nuk keni ndalë aktivitetet, gjithmonë keni pasur vullnet dhe pashtu edhe ky qeshor u gëzua me këtë aktivitet. Po ky qeshor po shkon, ne tash si organizat jemi ty e pregadit sesionin e 4 me radhë që e kemi tradicional tash thuje që e organizon Plus Kulti, gjithmonë kur ki vullnet dhe qëllime të mira dhe të pasqyrosh ato që s'janë pasqyru gjithmonë. Është një sukses që e ndjen shpirtnesht që ke arrit qëllimin. Në vitin e kaluar kemi pas një temë shumë ndihshme, roli i gruas në shëndërtimin, që dhe ka qenë një sesion jashtëzakonisht mirë edhe kanë dalë për masat më të mëdha se që i kemi pritur. Për shkak edhe pjesëmarrja që ishte diku 120 persona pjesëmarrës dhe diku profesor Muzgabufsha plotso me kontesa kanë qenë një numër i madh që do të botohet edhe libri i tretë i rolit të gruas në shëndërtimin. Gjithmonë kemi dashur që mos të lojmë anash as punën dhe trashëgiminë e gruas që ka lënë në këtë dardanin, këtë tokën dardane. Kështu që unë besoj se ne do të vazhdojmë tash të përgatitëm edhe për nëntor sesionin e radhës që do ta kemi shkencor, por të cilin ende nuk e kemi emëruar me emën se çysh do të talojmë, po besoj se televizioni juaj do të jetë i pari që do ta ketë edhe temën edhe do ta përcjellë. Patjetër, gjithmonë jemi të nderuar për me mbulu ngjarje që me të vërtetë do t'i merr vesh jo vetëm Kosova, por gjitha trojet ku kemi shqiptar e më tej, pra gjitha kontinentet. Gjithmonë, unë e shoh një gatishmëri kur është të njerëzit. Diskutojsha me profesoreshën Davida dhe kur e njoftova për tribunën që e kemi, vërtet, kur është vullneti dhe dëshira që të zbardhëm diçka gjatë historisë tonë, që vërtet shqiptarët kanë një histori shumë të mirë, edhe triumfu gjithmonë kanë qenë, edhe thash profesoreshë kemi një temë që kështu do t'jesh pjesëmarrë, po me kënaqësi, me vullnetin më të madh, erdhi sot na bashkangjitë, bashkërisht edhe me një mikë të saj që sot nuk është këtu në mesin tonë medium, po është përfaqësuese e zërit qytetarëve Durrësit që vjen nga Durrësi, Flutra, Kola, e cila do të falenderoj edhe ato që ka do kohën të bashkangjitet sot profesorisht që jetë edhe ajo sot në mesin tonë. Dhe me të vërtetë është kënaqësi me pas juve të gjithëve këto sot, dhe me të vërtetë me shpalosa ato se çka ja vlen. Që ju realizoni dhe ne bëni. Doja të kaloja edhe një herë tek profesori Xhafer, sepse po e shoh se ju gjithmonë jeni te i përgatitur për çdo organizim të mundshëm. Ky organizim a ka pasur vështirësi sa ku ka marrë për to, çatin ato specifikat që ne duam t'i dimë? Më thonë drejtën, s'po di kryetari, si duket, po jep lavdata nashta ma shumë se sa që ne meritojmë, po vërtet kemi bë punë të guximshme. Sepse kemi trajtu tema që nga njerë kemi të i kalu kufit e guximit shkencor. Por kur e ki stafin e guxim shumë edhe kur e ki stafin e përgatitur, guxon me trajtu edhe disa tema që ka njerë ndoshta nuk janë komplet në domenin tonë, por guxon sepse e ki kapacitetin intelektual. Momentin që e ki kapacitetin intelektual, i qasë është cilës do temë ose cilën do problem që e zgjedh me trajtu, e ke guximin sepse njerëzit që kanë dije, ata janë pasqyra reale e fundit të cilës do ngjarje. A përmendëm edhe bashkëpunimin? Është shumë e vërtet që se cila ngjarje i ka ato prapaskenat e veta. Nuk është e lehtë të me organizu. Edhe koha për këtë ngjarje ka qenë shumë e shkurt, por bashkëpunimi i jonë edhe qësh me thonë, një farë mënyrë mirë kuptimi mrena kolektivit, mrena organizatës, e jep efektin e vetë, e prodhon, e kryon efektin e vetë, sikur që sot e ka prodhu një efekt jashtëzakonisht mendoj që të suksesshëm, sepse e kemi trajtu temen me shumë korektësi, me shumë komtesa, me shumë rezultate dhe si përfundim i gjithë kësaj ngjarje
unë personalisht bashkë me kryetarin dhe me gjithë pjesëmarrës jemi shumë të kënaqur që ja kemi arrit qëllimit me cilin jemi ngarku në supet tona jo të lehta, por të suksesshme. Randëm po ashtu bashkëpunimin me komunën e Obiliqit, pra është mirë që me vazhdo dhe nga qytetet tjera, se zakonisht të shohim që shumë organizata jo qeveritare fokusohen në Prishtinë ose në një qytet caktuar ku ata veprojnë, por gjithmonë po mundohen. Jo rastësisht kryetar. Organizate, domethënë nuk kemi ndalur veç në Obiliq ose në Prishtinë ose po Shkosovë. Ne si organizat kemi aktivitete edhe në qytete tjera që kemi marrë, si po dijeva, thonë. Po përveç këtyne ne si organizat kemi dhënë edhe një kontribut humanizëm në për qytete tjera që kemi mbështet në këtë rast si organizat, plus kemi arriti mbulojmë shkollat e qytetit Podijevës me pajisje, shkolla me banka, korrika, të cilat vërtet janë të nevojshme të jenë shkolla që është një donacion që ka shku nga ona jone e kryesisë dhe organizatës plus shkollë, ne ashtu gjithashtu dhe ne Obiliq kemi që një ndihmë jashtëzakonisht mirë për shkollat, ku vërtet janë falenderus këto dy qytete për donacionin që e kemi dhënë për ta. Po dhe kjo tërheqje e cila është mbajt edhe me vullnetin e kryetarit, i cili dua të falenderoj zotin Halil Thaçi, i cili vërtet i ka hap dyert edhe ka qenë bashkëpunues në këtë drejtim këtij aktiviteti, edhe temën të cilën ne kemi prekën ka qenë përkrahas kësaj teme. Nuk ka mungu, ne do të vazhdojmë me këtë tribunë shkencor edhe në Ravec, besoj shumë shpejt që do të jemi atje edhe te kryetari në Ravec që na ka ftuar jemi edhe musafirët e tij, kështu si organizat ne kemi vullnetin. Po pjesa tjetër i mbetet institucioneve, qyteteve, po shteteve lokale ku janë se a dëshirojnë të kenë aktivitete shkencore, apo dëshirojnë të vazhdojnë ashtu qysh kanë vazhdu, ku nuk njihet zëri i shoqërisë civile. Po pikërisht duhet Do zgjedh Obiliqi, jo rastësisht do zgjedh Obiliqi. Sepse ngjarja e vitit 1389 është zhvillu në teritorin e sotshëm të Obiliqit. Prandaj, për këtë arsye ju ka kushtu ma shumë Obiliqit edhe komuna e Obiliqit e ka prit me mirëkuptim bashkëpunimin edhe kemi zgjedhur Obiliqin sot mbahet pikërisht në Qershor. Në Qershor kemi pas edhe një aktivitet tjetër që ka qenë për ndër të çlirimit fushë Kosovës, por me 12 Qershor është dita e paqes në Kosovë. Dhe aty kemi bërë promovimin e një libri që ka pas të bëjë me një doktor shkencë, një doktor luftës, me zotin Fahrettin Hotin, edhe një ngjarje shumë e dhëmshme e tresht në kuptimin e vujtjeve, por sa e tresht aq edhe krenare për mënyrën se si një doktor ju ka qasë luftës çlirimtare të Kosovës, aty 3 anëtar të familjes e kanë humbur jetën Fahrettini bashkë me djalin dhe me babain e tij. Ishte një ngjarje shumë e rëndësishme, domethënë edhe kjo ka ndodhur është promovu libri në Qershor e autorit Besnik Hotit, që është ne e kemi organizuar si organizat, po një ngjarje shumë e dhëmshme dhe shumë krenare të njëkohësisht në një kohë. Me fol për Qershorët më gjatë se nuk di sa na premton koha, por këto janë disa nga ngjarje shumë të rëndësishme, si sta kryetari jemi në përgatitje të botimit të sesionit të tretë dhe në përgatitje të mbajtjes sesionit të katërt. Vërtet përgatitje. Nota pa i harro bashkëpunimin me 2 konferenca shkencore që i kemi organizuar edhe tek unë në Shqipëri me këta, konferenca që u bën për fëmijët autik dhe njerëzit nevojë në Hotel Tirana. Dhe në Mirdita në Sheku, ishte falë bashkëpunimit përbashkët me kumtesa, me gjithë shka që ishte përzgjedhë dhe dole në mënyrë perfekte, të cilin librin do të bëjmë po këtu në këtë studio për ta reflektu referuesve dhe lexuesve të 2 konferencave. Ju falenderoj për çdo aktivizim dhe çdo pasqyrim që i bani aktiviteteve që janë tepër të vlefshme dhe mbase i bëjmë me shpirt dhe pa dukje të madhe. Po. Faleminderit. Bashkëpunimi me zotin përpari ka kryetari i plotshkullit është një kënaqësi dhe një motivim edhe më i madh sepse unë vjen nga Jotropoj,
ku janë 30 dëshmorë në luftën e fundit të Koshores. Dhjetrat plagosur, po jo vetëm nga Tropoja, po nga gjithë Shqipëria e hartës jo natyrale, po asaj harte që na kanë lënë dhe shoqyrë që po ndryshon. E të flasësh për ta, e t'jesh përfaqësues i tyre këtu, mu motivon edhe më shumë, edhe du t'jam shumë falendërues edhe bashkëpunues që të përçojmë edhe më lart zonin edhe punën e Plus Kultit dhe gjitha atyre nismetarëve që po pasqyrojnë luftën e madhe, jo vetëm tani, po edhe për kontestin shkencore që u majtë sot për luftën e Kosovës, e cila ka qenë heshtje. Një zjem që du të ndodhin në gjithë trevat shqiptare. Unë e përgëzoj dhe falenderoj për ftesën dhe i premtoj për një bashkëpunim të gjatë, jo vetëm se më përmendën brenda Kosovës tjetër edhe në Tiranë tjetër, brenda trojave shqiptare, kur të na jepet mundësia, do jem bashkë udhëtar, aq sa të mundemi, aq sa të na hapin hapësirën, edhe shpresoj që na hapet një dirë çdo vend ku shkojmë, sepse nuk është e lehtë merren këto historina, sepse kuptohet vetë arsyeja sepse kanë met ndikime të qarqeve ndryshme, por me guximin, me vendosmërinë, ata që kanë marrë luftën, kanë marrë pushën, e kanë dhënë jetën, edhe na duhet ta japim kontributin ton aq sa të mundim për mos të hup askush nga kontributi dhënë për çështjen kombëtare. Dhe një herë ju përgëzoj, sukseset më të mëtejshme dhe inshallah me trojat shqiptare të bashkuara ashtu siç e kanë bën e siç e kanë dhënë jetën ata nacionalistë shumë dhaj. Në lidhje me bashkëpunimet edhe në çështjen humane dhe sociale tjetër, besojmë që do t'japim aq sa të mundemi, siç kemi dhënë deri sot edhe në Tropoj, po do ta zgjerojmë bashkëpunimin që të jemi çdo kund ka thuhet troje shqiptare. Edhe një herë përgëzime dhe ju falenderoj për ftesën, ju uroj shumë suksese dhe dalë faqe bardhë. Ju dhe stafi juaj i mrekullueshëm. Adeja profesori besor shumë modest edhe nuk po flet shumë për vetën, unë kum pas rastin isha në ditën e plisit që mbajt në Tropoj dhe po da knacin derin që të njihem përsafme me profesorin. Vërtet profesori ishte një emër i madh në Tropoj në Bajramsor, ku vërtet rrethi shoqëria unë tregun shumë çka për krajë dhe ndimen që e bën njerëz atje në Tropoj në Bajramsor, e vërtet që ky ka nevojë për njerëz si është profesori Besfort edhe kontributi ti. Po qashtën edhe një shembull që e morë edhe një diçka që më tregoj Besforti në xhamijat, në xhamijën duke rregulluar diçka të veçantë në gjirin e Fshatit Buçaj aty. Fshatit Buçaj, një diçka, një pamje krejt ndryshe që do t'jetë vërtet. Do të historike ashtu aty ndiken me gurë brenda dhe jashtë saj që të kallëzojmë se na jena autokton edhe janë përtej Osmanëve xhamit dhe besimit. E përqen traditën tonë tamam shqiptarët ne kemi. Andaj vërtet unë jam një shumë emocionuar kur dëgjova gjithë ato fjalë të mira për profesorin Besfort, që këtu është shumë modest edhe nuk po flet shumë, kështu që është kënaqësi që e kemi edhe pjesë tonën tash bashkëpunimi me Plus Kultin. E besoj që do të ketë edhe aktivitete tjera në Tropoj bashkërisht me profesorin edhe me profesoreshën Davida në Tiranë. Besoj që qëshori do të vazhdojmë me aktivitete edhe jashtë Kosovës nesër plus. Që të vinë të aktivizohen dhe tek ne. Po gjithsesi. Sidomos në këto raste do ta lëmojnë as modestin dhe më vërtet ta shfaqen se. Ta shfaqen, për këtë edhe e ceka për profesorin Besfort për shkak se vërtet ishte i tillë edhe atje në Tropoj modest, një njeri që nuk fliste shumë, nuk tregojke për veten, po tregojshin rreth. E kjo është e mirë kur të tjerët flasin shumë për ty. Unë të falenderoj përzemërsisht, po të mirë më kanë bën mbështetësit edhe tropojanët e mirë, edhe shqiptarët e mirë që janë, ata më kanë bën të mirë nëse jam sadopak. Edhe jam falendërues gjithëve, jam falendërues edhe për promovimin e faleminderit Zotit që kemi arritë, bëjmë sadopak mirë në trev edhe në vendin tonë, çdo gjë kontribut i dhjetra fshatarëve, qytetarëve edhe njerëzve që dojnë ta shohin vendin e vet të rindërtuar. Inshallah një kom, një flamur edhe një drejtim. Shpresojmë shumë shpejt, profesor. E shohim se kjo në fakt juve të gjithëve këto ju mbush shpirtresht.
i bën mundi gjithmonë sa më mirë. Po pozitiviteti i njerëzve të mirë neve nuk mbush gjithmonë. E vërtet kjo shoqëria jona ka nevojë për njerëz që sjellin pozitivitet, që sjellin vlera në çdo event, çdo organizim, për shkak se vërtet jemi ngopur në heshtjen e të vërtetës, e që ka njerëz të tillë që sot punojnë në mënyrë vullnetare që ta zbardhin gjithmonë edhe të emrat e atyre që nuk jenë përmendur, e që ne do të jemi si një shoqëri, si në gardian i aktiviteteve tona për gjithë ata që kanë kontribu dhe kanë dhënë jetën për këtë liri që ne sot e gëzojmë. Gjithmonë duke falendëruar për njerëzve të parë, prej presidentit tonë historik që e kemi, doktor Ibrahim Rrugohen që ka qenë, pastaj vlera tjera që vinë, asnjëherë nuk duhet të harrojmë ata që kanë nisë rrugën deri te çlirimi që ne sot e gëzojmë. Kështu që vërtet unë jam krenar si një kryetarin e organizatës për këto 6 vite aktivitetet që janë të shumta që sot nuk mund t'i cekum të gjitha aktivitetet, për shkak se vërtetën nuk mund t'i moj përmesh, po mund dhe takimet që kemi mbajt na vërtet janë një vlerë kombëtare që do të mbesen për gjeneratat e reja. Ne edhe pak ndoshta e kemi atë energjinë që të vazhdojmë me këto aktivitete, po vjen edhe një kohë që ne do t'ju dhojmë rast të rit që të vazhdojmë me tutje me këto punë plus kultit. Po pikërisht është e rëndësishme që kjo të kalon. Gjithmonë të lojmë trashëgimi të rinia, e që organizata jonë gjithmonë e ka dhe rininën në pjesë të aktivitetet që duhet e falenderoj gazetarin njerësh kryetarin e rinis plus kultit Arben Xhexha, që dhe vjen nga Klina, që është një përfaqësues i mirë i denjtë i rinis plus kultit. Kështu që shpresojmë që gjithmonë rinia son shumë të aktivizohet në këto aktivitete, po ashtu edhe mbështetja e institucioneve të rritet në këtë për fatin e mirë, çdo aktiviteti jonë e ka pas prezent edhe rinin. Për shkak se rinia jep edhe dritë atij eventi dhe atij programit që do të qoftë që ne e mojmë si plus kull, se rinia jonë është rinia më e shëndosh, ta them drejtën, në Evropë. E kështu që na i kanë zili dhe lakmit të gjitha shtetet për rinin që e kemi. Po kjo rinje nuk e ka mbështetjen e duhur institucionale për të arritur qëllimet dhe sukseset e tyne të cilës se vërtet kemi një rini shumë të intelektuale, një rini të shnosh, një rini tepër të mirë, e që ka nevojë për një përkrahje institucionale, që të vazhdojnë me programet, me studimet e tyre dhe drejtimet të cilët kanë, për shkak mungesës ekonomike nuk mund të vazhdojnë të arrijnë qëllimet deri te doktorimi i punës së tyre. Vërtet, në raste kam të shumta që mbien të takoj me gjenerata të reja dhe bisedojmë për hallet dhe mundësitë e tyre të vijimit, magistraturës, doktoraturës, e që vërtet nuk e kanë atë mbështetjen që duhet ta kenë për shtetit. Dhe shpresojnë që ne vijem ta kenë edhe atë përkrahje nga qeveria jonë. Po pikërisht sepse njëra nga shtyllat e gjithë një shteti është arsimi, është rinia. Kjo qeveri edhe ka ardhur me premtime shumë për rinin që këto 6 vite unë si kryetari i shoqërisë civile nuk kam pasur që ka bëu, përveç fjalëve që janë mbetën për arkivat e YouTube-s, kështu që punë edhe vepra s'ka pas. Kështu që jam i hapur edhe për debate. Tashmë e shohim në vazhdim se çka po ndodh, sepse jemi në një situatë çuditshme politike. Kjo situatë është një mjegëll e çuditshme, që në vërtet vetë ka bu kjo qeverisje. Janë që një qeverisje të arzon vetë me 67 deputet të krijonën pa nevojë, të him në një zgjedhje të reja, e që i njëjti rezultat është prodhu, edhe prapë është efekti i njëjtën. Domethënë, uroj që mos përsëritën prapë të shkojmë zgjedhje, po të zgjidhet institucionet edhe të vazhdojnë me punë për këtë vend tonë. Atëherë faleminderit shumë që ju si shoqëri civile në fakt po bëni punën tuaj të përshrihet gjithmonë ato anët pozitive dhe aktivizimi i rinisë, në fakt, po shohim interesimin pak më të nalt gjithmonë me çdo aktivitet sa më shumë. Faleminderit që profesor dhe zotëriu ka që ishit sot, me të vërtet mundu me shpalos, goxha një temë me të vërtet tronë pak mënyrë emocionale, por e cila duhet të shpaloset në çdo media, në çdo program. Faleminderit shumë Adeja. Pa doshtë të harrojmë edhe përfaqësuesen nga Drejtoria e Kulturës në Obilet që ishte prezente në kohën Arjeta Gashi, që e falenderojnë gjithsesi. Po, faleminderit nga ju, nga televizioni ju, dhe uroj në bashkëpunim edhe në të ardhmen.
Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheni nga hëna në të premten nga ora 17 çdo pasdite, e unë në vazhdim ju lë në shoqëri të një kronike. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.